Hilja o pjesë e lojës. Mentori po e sheh ndjes. Mentori po e sheh gotën gjysmë zbraz, nuk po e sheh gjysmë plot. Se edhe ky momenti i varit sjell një dinamik shumë të madhe te publiku. Ka një rrahje të zemrës pak më shumë. Po, kushte më në raport me atë se po, ama veç po bëhet shumë disiplinë, mu më pengon shumë disiplinë. Po mirë disiplinë se sa momentet kur shumë pengon disiplinë. jep te gol me dorë. Lampard jep te gol. Dora e Zotit. Po, dora e Zotit. Po mirë dhe që Maradona jep gollën me dorë dhe fiton kampionatin. Pak hile, çka kemi vota. Pak hile? Çka kemi vota. Ajo hile. Ajo është me hile. Ajo është hile, po është një hile. Ajo ka pasur dhimbje më shumë se sa beteja e Falklandit. Po, në përgjithësi është normalisht futbolli ka avancuar. Më herët futbolli nga 66 e tutje kampionatit botëror çdo herë e ka shënuar një moment kampionatin botëror, një moment i një hile të madhe. Jeff Hurst 66 në anglez. Se anglezi i parë që ka bë hile dhe hilja e parë që ju ka vendosur dikujt që ka bë kampion është Anglia. 66. Pastaj Maradona e bën, pastaj hile e madhe 82-ën është Austria me Gjermaninë kur vendosin vetëm të pasojnë 90 minuta për ta administruar rezultatin. Pastaj është dora e Zotit e Maradonës 86-ën. Pastaj është 94-ta përsëri Maradona me diçka tjetër që del me doping. Gjitha me hile. Dopingo diçka tjetër, dopingo. Po, megjithatë ajo është një lloj hile. Edhe ka pasur momente të tjera Lampard me golën që i jepet Gjermanisë që futet gjysmë metre ose më shumë se gjysmë metre edhe që nuk më mirë është në këtë drejtim të diskutohet kjo drama e varit ose të vlerësohet se sa hile e madhe që i bëhet dikujt. Për çfarë tash unë i takoj. Po ka ludime që edhe me VAR, po ka probleme. Janë grushtu ka pak kështu nër brez ka pak edhe si në marrë vesh dhe gjana ka nesë për pare, që ashtu kemi lujtë futbol. Jemi shty, jemi asi, në qëtë kuptim. Ti merakli futboli këtë, no? Po, më që kemi lujtë. Kush s'ka qenë futbol këtë njerë? Të më hasaj?